kum pa gjetë një shkresë, një reagim ta quaj protestues apo si duash që organeve kryesore në Kosovë atëherë, ku reagon shumë ashpër. Kur ka filluar sesionet e atëhershme e shtetit me cungue prunën, me sulmu prunën e Bashkisë Islame, me të tërësue, me uzurpue, edhe thot me këto metoda që punohet këtë shtet, mas lirimit, kjo është për muslimanët e për shqiptarët, për Bashkinë Islame sidomos, është një padrejtësi e madhe, edhe shumë fjalë tjera trona, dhe unë thot si prijatari Bashkisë Islame, unë nuk pajtoj me këtë qasje, me këtë tretman që jepet Bashkisë Islame, prunët Bashkisë Islame, edhe tretman që hoxhallarët trajtohen kështu nuk pajtoj, edhe nuk besoj që pajton njëri i logjikshëm atë Bashkinë Islame. Edhe patrioti i madh ka qenë. Edhe ka qenë derdhli ka qenë. Edhe për Bashkinë Islame, edhe prunën e Bashkisë Islame.